Në fakt unë dua t'ju bëj apel prindërve, ne po bëjmë pjesën ligjore, po prindrit duhet të bëjmë pjesën e tyre si mbrojtës të fëmijëve të tyre, t'jenë alert në për shkolla, sepse tani me legalizimin e këtij ligji, ata mund të shkojnë në për shkolla dhe nuk i ndalojmë dot më për t'i genderizuar fëmijët tuaj, për t'i seksualizuar fëmijët tuaj, duke filluar nga mosha 3 vjeçare. E kanë në rekomandime, e keni në nenet e ligjit që thonë që duhet të fillojmë dhe të mësojmë ideologjinë gjinore në për shkolla në nivelin para universitar. Do me thënë, nga mosha 3 vjeçare deri në moshën 18 vjeçare, dhe këto pritet që të bëhen me detyrim. Dhe në qoftë se ne si prindër nuk ngrihemi për t'i mbrojtur fëmijët tanë, atëherë kemi dështuar në misionin më të madh që njeriu ka në jetë, të mbrojë fëmijët e vet. Materiali që po dorëzojmë në gjykatën kushtetuese është gati 200 faqe material, ka punuar një studio ligjore në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, dhe me avokatët që kemi folur na kanë thënë që sa më shumë e studiojmë ligjin, qoftë në procedurë, qoftë në përmbajtje, aq më shumë jemi të bindur që ligji është në kundërshtim me kushtetuesën e Shqipërisë, dhe gjykata kushtetuese nuk ka asnjë arsye që të mos e anullojë. Ka 2 hapa, 2 kërkesa që ne kemi në fakt këtu në gjykatën kushtetuese. E para, që ligji të pezullohet menjëherë, të mos hyjë në veprim, dhe e dyta pastaj të shqyrtohet në përmbajtje. Pezullimi do të ndodhi për shkak të praktikës së kalimit të këtij ligji ose votimit të këtij ligji, ndërsa në përmbajtje duhet të shqyrtohet nen pas neni për të parë që bie në kundërshtim me kushtetuesën e Shqipërisë. Ne kemi dëgjuar në fakt, ka qenë e hapur nga ministrat e kësaj qeverie që thonë komunitetet fetare ta mbajnë besimin e tyre brenda institucioneve fetare. Në fakt, kjo nuk është liri, kjo është censur, kjo është diktaturë, dhe ky është hapi i parë përpara se dhe brenda komuniteteve fetare ata të vinë dhe të ndalojnë predikimin e asaj që ne besojmë që ka vetëm 2 gjini, burr edhe grua. Në qoftë se njeriu nuk është në gjendje të flasë për atë që beson, edhe jashtë institucioneve fetare, atëherë ne jemi në censur dhe diktaturë me vull.